Je dakord me lëvizjen e Salianit në këtë moment që nuk është pjesë e garës? Ti ke qenë në fillim. Salianit ka përmendur në një studio televizive, tha që vajti bëri pazar, u bë kandidat për kryetar bashkie. Ke kontakte, ka qef mbetje, e tradhove? Nuk e kam dëgjuar këtë e tradhove? Jo, nuk ka se tradhtim. Besoj mund të nxjerrni, nuk keni intervistat e mia. Son I them hapta gjërat, nuk kam ndonjë gjë për të fshehur. E kam thënë shumë qartë se e tillë ishte një lëvizje për rizgjimin e Partisë Demokratike dhe jo një lëvizje për kryetar. Se tillë ishte diskutimi mes nesh. Pra nuk ka patur ambicie jo të shprehura, nuk na i ka shprehur, nëse i ka pasur aty nuk na i ka shprehur. Pra nëse ka dalë më pas, është drejta, është drejtë për çdo personi të ketë ambicion dhe të garojë, nuk ka asnjë, unë ja thash pak më parë, dhe mbështesja nëse do garonte. Kuptimi që garo. Unë e di përfundimin, e di ku shkon, se di që nuk shkohet ashtu. Dhe I di sondazhet, njoh militantin, njoh votuesin, njoh simpatizantin e partisë dhe kam shumë qartë se kush është fryma dhe terreni. Por nuk është shprehur një të, unë kam qenë shumë I qartë, kjo nuk është lëvizje për kryetar, se po të kishte qenë do thoshe shumë qartë, nuk bëhet kjo punë kështu. Dhe kam qenë fort kundër përçarjes, pse se ju a thash, unë kam hyrë në prill të 22-shit Partinë Demokratike. E kam parë se çfarë dëmi ka sjell përçarja. Dhe në vitin 2022 e kam bërë zgjedhjen time. Ku qëndroja? Në të cilën llogore po doni juve. Dhe ju e dini që unë kam hyrë primaret për Bashkinë e Tiranës në nëntor 2022-shit. Thashë themet janë që fitove garën, po nuk do të. S'ka rëndësi. Pra, unë për Tiranën kam hyrë në 22-shin. Aso kohë ne quheshim, si quheshim në foltorja dhe vula. Kështu na ndanin. Rithemelimi. Po ne ishim foltorja, rithemelimi, dhe krau tjetër ishte quhet nga kundërshtari, se nuk quhen në njërin tjetër, ne quhen Parti Demokratike. Por kundërshtari kështu e mante narrativën. Pozicionimi im ka qenë I qartë që në fillim. Nëse dikush nuk e ka kuptuar, pastaj ka vështirësi për ta kuptuar. Unë nuk shkoj asnjëherë ke logjika, nuk e thash, nuk e kam dëgjuar, nuk dyshoj që ka përmend këtë term, por nuk shkoj asnjëherë ke logjika pazarit. Jo,